Avokati Arjanit Koçi ka reaguar ashpër ndaj bllokimit të vazhdueshëm të punës së Kuvendit të Kosovës, duke thënë se për herë të 32 të radhas deputetët nuk po arrin marrëveshje. Sipas tij, mungesa e funksionimit parlamentar që po çon drejt shpërbërjes së shtetit jo nga ndonjë luftë, por nga inat dhe përgjegjësi. Pa parlament s'ka ligje, pa ligje s'ka rend, s'ka shtet, ka vetëm zvarritje, kaos dhe heshtje, u shpreh Koçi. Ai theksoi se qeveria është në detyrë, por pa kontroll, ndërsa institucionet janë të bllokuara. Koçi bëri thirrje qytetarëve të mos i trajtojnë më deputetët si përfaqësues të tyre, derisa të mos e formojnë parlamentin dhe paralajmëroi pjesëmarrje në protestën e 50. Mjaft kemi pritur, mjaft kemi heshtur, tani është koha për veprim. Në vijim postimi i tij plot. E dim paraprakisht as sot për të 32-ën herë deputetët nuk do të marrin vendim. Një tjetër ditë e humbur, një tjetër dëshmi se shteti po shpërbëhet jo prej ndonjë lufte, por prej inatit dhe papërgjegjësisë. Pa parlament s'ka ligj, pa ligj s'ka rend, s'ka shtet, ka vetëm zvarritje, kaos dhe heshtje. Qeveria është në detyrë, por pa kontroll, vendimet mungojnë, llogaridhënia nuk ekziston, institucionet janë të ngrira, vendi i bllokuar. E gjithë kjo sepse ata thjesht mund të sillen kështu. Po sillen kështu me neve sepse ne po i lejojmë, po munden, po na manipulojnë dhe ne po heshtim. Nuk ka më justifikime, është koha të jemi më aktiv, më të vetëdijshëm, më të zëshëm, sepse nëse nuk e marrim në dorë situatën, ata nuk do të bëjnë asgjë për ta zgjedhur. Sot, së paku një hap simbolik t'i përcjellim me emër e mbiemër, të dim qartë a janë në seancë apo në ndonjë resort pushimi. Tu aprishim këtë të diel, sepse ata po na e prishin jetën. Na kanë uzurpuar të ardhmen, deri atëherë le të ekspozohen në marrë, në dështim, në heshtje, në ikje nga papërgjegjësia. Unë ndërkohë po përgatitem sepse do të vi protesta e madhe. Në takimin e 50 të deputetëve do të jem aty. Atëherë askush nuk do të mund të fshihet më, as pas byrëve të kuvendit, as pas fjalëve boshe që s'ton asgjë. Sepse mjaft kemi pritur, mjaft kemi heshtur, tani është koha për veprim, për ndëshkim moral, për përgjegjësi politike. Nëse doni me i ndal, filloni prej vetes, ju lus, bojkotoni deputetët, mos i dëgjoni, mos i trajtoni si përfaqësues, sepse derisa nuk e formojnë parlamentin, nuk përfaqësojnë askënd, as ju, as mua, as Kosovën. Kjo situatë i kondenon vetëm një grupi, armiqve tanë.